thjerza kisha sot, edhe kuptohet që burri nuk do t'i haj, se nuk i pëlqejnë, djali do t'i haj, por jo me aq kënaqësi, nejse, është edhe ai me faza. Ka ditë që mund të thotë që sa të shishme janë, se duhet të ham shëndetshëm, edhe ka ditë që thotë unë nuk i ha këto. Ndaj edhe kjo është një nga këto ditët të cilët më tha që do ha thjerza, po dua edhe diçka tjetër. Edhe mishin jo se ka ndonjë qejf, kush e di, po këtë pulën i pëlqen edhe e ha. Siç mund të shikoni, unë i hodha tamerik, rigon, piper, kripë, pak mustardë, se i jep një shije fantastike. Nuk isha verë të bardhë, po mund t'i kisha hedhë edhe verë, po s'ka gjë, i hodha limonë. Pastaj i vendosa në furrë që të piqen, janë pa cipe dhe pa koskë, këto kofshat e pulës, është kofsh pule, nuk është gjoks, se kanë shije më të mirë, edhe del më i butë mishi, gjoksi del më i fortë. Edhe si shikoni, i shoqërova thjerza djalit që donte dhe mish.